Përshëndetje miq të dashur. Kjo video shkon për banalistat tonë, se si duhet me punu, le të marrim mësim. Pas pare kom një lutje për ju, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja dhishëm për faleminderes. Shkojna me video. Sjelljen politike europiane, por edhe amerikane në të drejtin, me kryeministrat e tjerë, ata janë sjellë njësoj me kryeministrat e Kosovës. Pra i kanë kërkuar Thaçit sakrifica. I kanë kërkuar zotit Haradinaj sakrifica, demarkacionit, të përshëshëm në emër të ndryshimit të Kosovës. Ndërkohë Kosova nuk ndryshonte, as përfitonte gjë, as në një ngritje të jashtë. A përsheni miq, ata kanë thonë pranoj shto, këta kanë pranu, Kosova kanë një vend. Pranon e këto, ja epon vizat s'ka pos, veç në rajshim. Pam, edhe kur që veç. Shkojmë. Konshme geostrategjike skapsuar, kështu që në këtë drejtim duket sikur ata i kërkojnë kurti të njëjtën gjë, mirë po ky çuditërisht po ju kthehet në një formë tjetër. A është kjo e rrezikshme për kryeministin e Kosovës? Kjo është e rrezikshme për Kosovën në përgjithësi, por unë do të thoja që konstatimi ju është shumë i saktë dhe i qartë që qeveritë paraardhëse dhe kryeministrat paraardhës Kosovë kanë patur sindroma shumë negative. Vjen shumë keq se disa prej tyre tani po përballen procese gjyqësore, kanë qenë shumë të korruptuar, kanë qenë shumë të paformuar, për mos thënë që kanë qenë shumë ignorantë dhe të paditur dhe kanë lënë pas një. Më fali, që kjo është që ka thonë e gruaja për vështrisë, Çobana Çebanesha, o patmush parlamenti. Me keqare të thëmë këtë fjallë, për kjo ka qenë e vërtet, ma shumë se e vërtet, se s'ka pasur sa veç Çebanesha. E qëtash, janë njerëz me shkollë. Shkojmë? Network të tërë të kësaj natyre. Dhe një nga sfidat e Albin Kurtit është pikërisht se po përballet me një masë të madhe njerëzish të paditur, njerëzish të paformuar, njerëz pa memorie historike, pa një arkiv politike, pa formim institucional, pa formim juridik, sidomos pa formim juridik ndërkombëtar. Dhe nga kjo pikpamje mendoj se sfida e Albin Kurtit është e dyfishte, është edhe me faktorin e brendshëm që është shumë sfidante, është edhe me faktorin ndërkombëtar i cili i mësuar me kryeministra të tillë të lakushëm për hir të. Kështu që miq të dashur, e ndëgjut. Unë s'kam çaj u them më shumë, respekt për secilin, mirë pafshim në videot e radhës. Opozit, like, share.